Të shtëna marrëmëzjarri u regjistruan brenda në Sejntës në Shkodër. Në njoftimin e policisë bëhet me dije se specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër në vim të veprime hetimore dhe procedurale të kryera për zbardhjen e rrethanave të konfliktit të ndodhur brenda në Sejntës. Në lagjen 3 Herojt arrestuan shtetasit NL 63 vjeç dhe AF 27 vjeç, të dy banues në lagjen 3 Herojt Shkodër. Nga hetimet dyshohet se shtetasit AF dhe NL fqinj janë konfliktuar për motive dobta dhe kanë qelluar marrëmëzjarri për të kanosur njëri tjetrin. Sipas të shtënave janë dëmtuar porta e oborrit të banesës shtetasit NL dhe një automjet i parkuar në obor. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit NL, shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri Kalashnikov e dyshuar e përdorur gjatë konfliktit, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e shtetasit AF gjetën municion luftarak dhe 4 kallë blend dyshuar, plasës e tritol. Në vim të veprime procedurale u shpall në rrokim shtetasi AF 26 vjeç, banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka qenë i pranishëm gjatë konfliktit, por nuk ka kallëzuar. Vjen puna për kapjen e tij dhe për dokumentimin e plot ligjor të rrethanave të rastit. Ndërkohë mëteret procedurale u referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të gjykatës së përgjithshme Shkodër për veprimet e mëtejshme.